Një shqiptare në konkurs për Miss në Tajland. Brikena Selmani mbërri në Tajland për konkursin e bukurisë internacionale Miss Grand International 2025, i cili do të zhvillohet të shtunën më datën 18 tetor. Gjatë paraqitjes në juri, Brikena me shaka tha se flet dy gjuhë, dialektin shqip dhe atë të Kosovës, dhe videoja e saj u bë virale. Madje ka dhe të tjerë që bëjnë krahasime se si ishte dje dhe si është sot Brikena, në vend që ta lavdërojnë arritjen e saj. Së pari, Brikena fitoi Miss Grand Kosova 2025 dhe besoj se e ka merituar një çmim të tillë, dhe së dyti është shqiptare. Njihet që sëmundja e shekullit është paragjykimi, por ashtu siç edhe të gjithë vajza apo djem, Brikena kërkon rrugën e saj, dhe ndonse që të gjithë bëjnë gabime, kjo vajzë shqiptare e ka merituar vendin, dhe në këtë rast s'ka bërë asnjë gabim. Madje vurare se nga të gjitha konkurrentet në Tajlandja është më argëtuesja dhe buzëqesh gjithmonë. Brikena Selmani përfaqëson me krenari Kosovën dhe Shqipërinë dhe është ende 25 vjeçare, kështu që ka shumë rrugë për të bërë. Pra, në këto momente të jetës, njeriu ka nevojë për mbështetje, qoftë edhe për një fjalë. Personalisht them se me aq sa pash, në Tajlandja eleganca e saj në qilimin e pasarelës ka sjell harmoni dhe ndryshim. Krahas kësaj, lexova se Brikena angazhohet edhe si modele, madje është studente në vitin e fundit të Fakultetit të Drejtësisë, duke ndjekur një diplomë për jurisprudencë. Më bëri përshtypje një intervistë e saj, ku duke buzëqeshur tha: "Bukuria shkëlqen brenda njeriut. Pra, kjo vajzë shqiptare është e bukur në trup dhe në mendje, ndaj duhet që t'i japim kurajo në udhëtimin e saj, e t'i urojmë vetëm suksese." Pres komentet tuaja dhe ndajeni këtë video.